në këtë edicion do të ndiqni. 2 aksidente regjistrohen brenda pak orësh, njëri në Lugbunar e tjetri në Baballoç. Mjekë marrin në spitalin e Gjakovës. Vlerësime pozitive për fushatin e qetës zgjedhore. Klubi i handbollit vllaznimin poshtë Shtrep që në sekondat e fundit regjistron fitoren e 2 të radhësi. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një biçiklist është lënduar sot si pasojë një aksidenti në fshatin Lugbunar. I njëjti është dërguar për trajtim në emergjencën e spitalit, për të cilin raportohet se gjendja e tij është stabile. Rasti është konfirmuar edhe nga policia. Sot rreth orës 9:45 minuta ka ndodhur një aksident këtu në fshatin Lugbunar. Në këtë aksident është përfshirë një biciklist dhe një vetur. Për më shumë detaje të ndjekim materialin në vazhdim. Si pasojë përplasjes, biciklisti ka pësuar lëndime trupore dhe menjëherë është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën e emergjencës në spitalin e Gjakovës. Kështu i ka raportuar mediumi ton Vlera Krasniqi nga zyra për informim dhe marrëdhënie me publikun në policinë e Gjakovës. Ndërkohë, gjendja e biciklistit aktualisht është stabile, kështu ka pohuar doktor Ilir Hasanaj. E kanë pranuar një aksident komunikacion. Gjendja e pacientit është stabile, janë bërë gjitha ekzaminimet e nevojshme, është duke marrë tretmanin. Ndërkohë bëhet e ditur se njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe të njëjtit kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Mbetimi te tema e aksidenteve. Kronika në vazhdim na njeh me një aksident të ndodhur sot në fshatin Baballoç, ku edhe aty përpos dëmeve materiale, kishte të lënduar të cilët gjithashtu u dërguan për trajtim në emergjencën e spitalit të Gjakovës. Një aksident trafiku ka ndodhur sot në fshatin Baballoç, ku janë përfshirë 2 automjete. Si pasojë e përplasjes, 4 persona kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar menjëherë në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov. Shefi i emergjencës doktor Ilir Hasanaj ka bërë të ditur se gjendja e tyre është stabile dhe se të lënduarit kanë marrë vetëm lëndime të lehta trupore. Po, pa një 30 minuta kanë ndodhur 4 aksidentu. Në bërë ekzaminimet e nevojshme, pacientët kanë rezultuar me lëndime të lehta, kanë marrë tretmanin dhe tash lirohen prash. Rasti është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili ka pohuar se ekipet policore kanë shkuar në vend ngjarje për të përfunduar ekzaminimet e nevojshme në lidhje me shkaqet e aksidentit. Për aksidentet të shpeshta në komunikacionin rrugor në nivel vendi, ekspertët e sigurisë kërkojnë strategji për siguri rrugore. Nol Dedaj, eksperti i komunikacionit, thotë se shpejtësia mbetet faktori kryesor i aksidenteve me pasoja fatale në Kosovë. Shpejtësia mbetet faktori kryesor i aksidenteve me pasoja fatale në Kosovë. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj thotë se në mbi 90% të rasteve me fatalitet, shkaktar është shpejtësia, ndërsa mungesa e strategjive dhe mos veprimi i institucioneve, por rëndojnë edhe më shumë situatën. Në qoftë se nalën pak për shkaqet të cilët ndodhen, nëse se shkaktar të aksidentit, ne kemi faktorin njëri, pastaj është faktori rrugë dhe automjete të cilat janë prezente sot në Kosovë. Po në qoftë se na hulumtojmë edhe pak më shumë, me qenë se kanë bërë hulumtime të tilla, dhe na shohimi si elementi faktorit njëri është shpejtësia, prej 90 deri 95% të rasteve të aksidentet me fatalitet. Edhe kjo neve nuk na jep një komoditet shumë të vogël, shumë të madh për më mujt na më kon shumë qetë edhe gjatë shtatorit, ashtu si kemi qenë edhe gjatë gushtit edhe gjatë qershorit, por na i kemi një 3-4 muaj kritik se i përket edhe aksidenteve të komunikacionit, ku si shkas kryesor, si element që shkakton aksidentet është elementi faktorit njeriu ose shpejtësia. Pastaj vijnë edhe ato elemente tjera të faktorit rrugë ose edhe të faktorit automjet të cilët. Po jemi në situatë pa lakmueshme ku institucionet tona qendrore edhe lokale fare s'po bëjnë kurrë gjë për ne. Pikërisht është ajo për shkak se na nuk kemi strategji, pastaj nuk kemi institucione që bëjmë hulumtimin e rasteve për më shumë, pastaj
me marrë edhe masa preventive prej Agjencionit të Sigurisë Rrugore në qendrën se krijohet këtu. Deda i thekson se rruga më e rrezikshme në vend është ajo Gjilan-Prishtinë, ndërsa më pas pasojnë rrugët rajonale me nga dy shërita, por jo vetëm. Rruga më e rrezikshme është Gjilan-Prishtinë, ajo që na e konsiderojmë si në një rrezikshme. Pastaj janë edhe rrugë tjera regionale të cilat janë me dy shërita komunikacionit në kohë të kundërt. Pastaj vijnë edhe shpejtësitë edhe rrugë nacionale dhe autoudhërat, ku shpejtësia është 110 dhe 130 km/h. Pa një strategji të qartë dhe pa veprime konkrete nga institucionet, aksidentet do të vazhdojnë të marrin jetë. Ekspertët kërkojnë urgjentisht masa parandaluese, para se rrugët tona të kthehen në pika të përditshme tragjedie. 16 ditët e para të fushatës elektorale, disa nga qytetarët intervistuar vlerësojnë se gjithçka po shkon qetë dhe pa tensione. Madje ata thonë se shpalosja programeve politike, qoftë të ubimeve të mëdha apo në grupe të vogla me qytetar, po shkon mirë. Fushata për zgjedhjet lokale e nisur me 13 shtator po zhvillohen kryesisht në një atmosferë të qetë dhe të moderuar. Qytetarët po ndjekin me vëmendje aktivitetet e partive të prezantuara në forma të ndryshme, qoftë përmes takimeve të mëdha, por edhe në grupe të vogla. Si mas mendimit tim janë shumë të qeta dhe të moderuara janë. Nuk po shoh etiketimin mes partive, jo ofendime. Programet janë pak megalomane si i prezantojnë, po shpresoj që të jenë të rregullta, të jenë ferr, edhe të përfiton qytetari. Si shet ndoshta me 4 vitet e kaluara? To po m'duket më të moderume janë. Më reale, po m'duket më reale. Shumë të qeta, shumë të mira. Njën të mirësearta, përshqiet edhe në pjesën veriore atje, është qetësi edhe atje është. E një tjetër qytetar thotë se në Gjakov fushata po shkon shumë mirë. Sa i përket qytetit Gjakovës, mu më duken që janë rregull. Për qerat, si kom përcjellë qash shumë. Në 16 ditë para të fushatës elektorale në komunën e Gjakovës nuk është raportuar për ndonjë tensionim të situatës. Sot në mbar botën shënohet dita botërore e zemrës, që i kushtohet ndërgjegjësimit për rëndësinë e shëndetit kardiovaskular dhe parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Kardiologu Loan Pazhari tregon disa nga këshilla për kujdesin ndaj zemrës dhe simptomat e para kur duhet drejtuar mjekut specialist. Në gjithë globin sot shënohet dita ndërkombëtare e zemrës, si një nismë globale për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e shëndetit të zemrës dhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Kardiologu Loan Pazhari ka theksuar rolin jetik të këtij organi, duke cilësuar zemrën si organin e parë. Zemra është ndoshta organi më i rëndësishëm i trupit të njerëzit, për shkak se trupi është kompakt dhe ne nuk mund ta ndojmë organet, por për ka rëndësia, megjithatë mund të themi se rrallëtet si organi i parë. Ndër të tjera, kardiologu Pazhari foli edhe për gamën e gjerë të sëmundjeve kardiake, nga ajo më serioze dhe kërcënuese për jetën deri tek problemet më të zakonshme që prekin zemrën. Më rënda për cilën edhe popullata shpesh përmendet, janë domethënë sëmundja që quhet infarkti i miokardit. Ajo është kur kemi mbyllje të ndonjërs prej enëve të gjagut të zemrës, dhe për pasojë ajo pjesë, domethënë muskujt e zemrës, nëse nuk intervenohet në periudha kohore të shkurtra, që i bie në 6 orë, sidomos, edhe më herë edhe më mirë, mundësia që dëmtimi i zemrës të jetë i shprehur është jo e vogël. Normalisht tjera sëmundje janë sëmundjet e cilat vijnë si pasojë ndonjë infeksioni. Specialisti i kardiologjisë Dr. Pazhari vuri theksin edhe tek disa simptome kur duhet drejtuar tek mjeku kardiolog. Ajo që më shpesh e çon pacientin tek kardiologu është dhëmbja e gjoksit. Nëse pacienti ankon për dhimbje gjoksi, mirë është që fillimisht të lajmërohet, varësisht prej intensitetit të dhimbjes. Dita ndërkombëtare e zemrës shërben si një kujtesë për të gjithë qytetarët që kujdesin ndaj shëndetit të zemrës nuk duhet të jetë vetëm përballë simptomave, por edhe një angazhim i përditshëm për një stil jetese të shëndetshme, diagnostifikim të hershëm dhe ndjekje të rregullt mjekësore.
Kosova po vazhdon të thellojë varësinë nga mallrat e importuara duke çuar deficitin tregtar në mbi 4.4 miliard euro gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025. Njohësi çështjeve të ekonomisë Jakub Bellaça vlerëson se kjo situatë është shqetësuese, pasi importi i madh i mallrave dhe lëndëve të para bashkë me inflacionin nga vendet e huaja po ndikon drejt për drejt në ekonominë e vendit. Kosova po vazhdon të thellojë varësinë nga mallrat e importuara, duke quar deficitin tregtar në mbi 4.4 miliard euro gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025. Importi ka arritur mbi 5 miliard euro, me një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa eksporti ka rënë për rreth 30 milion euro. Ekonomisti Jakub Bellaça vlerëson se kjo situatë është shqetësuese, pas importi i madh i mallrave dhe lëndëve të para, bashkë me inflacionin nga vendet e huaja, po ndikojnë drejt për drejt në çmimet e tregut vendor. Është shqetësuese që ndikojnë disa faktorë, sidomos se janë edhe faktorë tjerë për shkak të inflacionit, sepse përpos produktet të cilët edhe lëndë para edhe pajisjet të cilët ne importojmë edhe inflacion, edhe shpenzimet varëse e këndet sigurisht ato, sepse vetëm në gusht për shembull vitit kalu ka 4.5% inflacioni krahasim me gustin e vitit kaluar, edhe zakonisht importi është më i madh që importojmë prej Gjermanisë, prej Turqisë, prej Shqipërisë dhe prej Kinës. Faktikisht do duhet në këtë raste që ndryshojnë politikat makroekonomike, do duhet ndryshojnë politikat fiskale dhe politikat tatimore. Problemi më i madh në këtë situatë është mungesa e institucioneve dhe mbështetjes nga shteti, çka ndikon që ekonomia e Kosovës të mos zhvillohet sipas rrjedhës normale, shtoi Bellaça. Ka është mungesa e institucioneve, sigurisht që ndikon, sepse ekonomia do duhet të jetë e kontrolluar, do duhet të jetë mbikëqyrë nga shteti, do duhet të mbështetur më shumë, faktikisht që 7-8 muaj faktikisht nuk ka pas mekanizma kontrolluese dhe në çdo gjë nuk është zhvilluar sipas secilive normale dhe proceset ekonomike, domethënë edhe kanë dalë pi shtratit vetë, domethënë normal e kanë kaluar me një shtrat tjetër jo normal, faktikisht sepse është shqetësuese për një ekonomi të vogël që është si Kosova. Njohësi çështjeve të ekonomisë Bellaça shtoi se për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm është nevojshme të rritet prodhimi dhe eksporti vendor, të përmirësohet ambienti për bizneset dhe të forcohet roli i shtetit në mbikëqyrjen dhe mbështetjen e ekonomisë. Handbollistët e vllaznimit ja kanë dalur të regjistrojnë fitoren e dytë radhëzi, duke kapur momentin triumfues në sekondat e fundit të ndeshjes në përballje me Trepçën. Me këtë fitore, vllaznimi aktualisht qëndron në pozitën e tretë të tabelës së Superligës në Kosovë në handball. Gjatë fundjavës shëlan 5, klubi i handbollit vllaznimi ka zhvilluar ndeshjen e javës së dytë në kuadër të Superligës së handbollit të Kosovës, ku është përballur me ekipin e Trepçës. Kjo përballje ishte tetë sfiduese, pasi që vllaznimi deri në fund të pjesës së parë ishte në epërsi. Mirëpo në pjesën e dytë ishte skuadra e Trepçës, e cila fal efikasitetit të handbollistëve të saj, arriti që të bëjë përmbysje të rezultatit, duke mbajtur avantazhin në rezultat deri në minutat e fundit të takimit. Mirëpo 2 minuta para përfundimit të ndeshjes, klubi i handbollit vllaznimi arriti të barazojë rezultatin, për ta shënuar më pas edhe pikën e fitores për rezultatin përfundimtar 24-23. Kjo është fitoria e dytë e vllaznimit, ekipi i cili pas 2 gjirove i ka të regjistruara 2 fitore, duke u radhitur aktualisht në pozitën e tretë të tabelës së Superligës së Kosovës në handball. Atleti Gjakovar Tiran Mamusha ka rëmbyer edhe një çmim tjetër me rëndësi në atletik. Fal përgatitjes së tij të vazhdueshme, Mamusha u rëndit i pari në maratonën ndërkombëtare të Prishtinës. Të dielën në kryeqytet u mbajt maratona ndërkombëtare e Prishtinës, një ndër ngjarjet më të rëndësishme të atletikës në vend. Në këtë garë morën pjesë atletë të shumë nga vende të ndryshme të botës, ndërsa fitues doli atleti Gjakovar Tiran Mamusha, i cili edhe këtë fundjavë arriti të rënditet i pari. Në një deklaratë Mamusha është shpreh i kënaqur me rezultatin dhe theksoi se ndjehet i lumtur që po vazhdon të jetë i suksesshëm në garat ku merr pjesë.
Gora fundi ka qenë në Prishtinë Dillen. Prishtina është gora më e madhe që ndodh në atletik në Kosovë, edhe atje kam arrit në distancë 21 km me doli pare, duke më parasysh ka qenë një konkurrencë fort, ka pas dikon 1800 garoz, dikon nga 30 ose 34 shtetet këtë botës ka pas garoz. Kam arrit me doli i pare, për mua është knatësi e madhe me fituin me një garë që matë e vendin tonë, edhe që është gara më e madhe, eventi më i madhe sportiv, edhe për mua është shumë i lumtur që po vazhdoj ecurinë e suksesshme të garave. Duke marrë parasysh që këtë fundjavë shënohet java evropiane e sportit, Mamusha foli edhe për rëndësinë e aktivitetit fizik, duke theksuar se jeta e tij është e lidhur ngushtë me sportin thuajse 24 orë në ditë. 24 orë jam i lidhur me sportin, në pjesën që punoj është pjesa si trajner kondicional, edhe trajner boksit për klasave, për grupet e fëmijëve, ku i kam diku 6 deri në moshën e 14 vjeçare si trajner fëmijët, në teknikën e boksit, në pjesën kondicionale, dhe i kam diku 4 sportista, boksera edhe kickboksera që punojmë me mëngjes me ta me pjesën kondicionale. Java evropiane e sportit ka për qëllim të promovojë një mënyrë jetese aktive dhe të inkurajojë përfshirjen sa më të gjerë të qytetarëve në sport, e një thirrje të tillë e përcolli dhe atleti Mamusha. Këshilla jeme për të gjithë njerëz, pa marrë parasysh moshën, ju kisha sugjeru, ju kisha këshillu që 45 minuta deri 1 orë është shumë e mjaftueshme që një person më marrë me sport, edhe është kohë që çdo njeri mund t'ia kushtu vetes. Domethënë 45 minuta 1 orë është trupi yt shumë falemnderues. Jo vetëm pjesa fizike, por edhe pjesa mentale. Me një tjetër fitore në garën më të madhe të atletikës në vend, sportisti Mamusha vazhdon të dëshmojë se përkushtimi dhe puna janë çelësi i çdo suksesi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranët, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 17 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 7 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranët e me diell. E mërkura do të karakterizohet nga moti i vranët, me temperatura që do variojnë nga 7 deri në 17 gradë Celsius. Të enjtën pritet të jetë moti i vranët e merresh shishiu, me temperatura që do lëvizin nga 4 deri në 8 gradë Celsius. 4 deri në 8 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat edhe gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i vranët e merresh shishiu. Mot me diell dhe vranësira të kohë paskoshme parashihet gjatë së shtunës, shoqëruar me temperatura nga 7 deri në 15 gradë Celsius. Mot me shi dhe vranësira parashihet për të dielën, me temperatura që do variojnë nga 8 deri në 18 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dy aksidente regjistrohen brenda pak orësh, njëri në Lugbunar e tjetri në Baballoç. Mjekë marrin në spitalin e Gjakovës. Vlerësime pozitive për fushatën e qetës zgjedhore. Klubi i handbollit vllaznimin poshtë Trepçë në sekondat e fundit regjistron fitoren e dytë radhësi. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.